OSBE kërkon nga forcat politike në Shqipëri vijimin e punës në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore me qëllim adresimin e të gjitha rekomandimeve të ODIHR për proceset elektorale në vendin tonë. Mesazhin e qartë e përcolli ambasadori Michel Tarran. Rekomandimet e ODIHR-it janë për të përmirësuar ligjin e zgjedhjeve dhe këtu inkurajojnë punën e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Shpresojnë shpejt të fillojë punën. Puna e tij është shumë e rëndësishme, sepse ka disa probleme të lidhura me ligjin zgjedhor, që sipas nesh nuk është akoma aty ku duhet të jetë. Ky është rekomandimi i vazhdueshëm i misionit të ODIHR. Theksoi se për këtë partitë duket se janë dakord. Më duket se kësaj here mesazhin e ODIHR e kanë lexuar edhe partitë politike. A ka një qëndrim për debatin politik? Sa i përket debatit politik, ne nuk përfshihemi, por të gjitha partitë politike janë dakord që ligji zgjedhor duhet të ndryshojë, do të ndihmojmë për të punuar në këtë drejtim. Deklaratat nga ambasadori Michel Tarran erdhën në aktivitetin me të rinj të organizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në kuadër të Ditës Botërore të Zgjedhjeve.